Më rënd dhe gabuar se riparimi në Serbi I vagonëve të Kosovës, vetëm disa muaj pasi Serbia tentoi aneksimin e një pjesë të Kosovës, mund të jetë arsyetimi I Artan Rizvanovit. Përzgjedhjen e nënkontraktorit në Serbi nuk e ka bërë Trenkosi. Në fakt, sipas ligjit aktual të prokurimit publik, ndërmarrja publike nuk mund të ndërhyjë në përzgjedhjen e nënkontraktorëve. Operatori privat fitues I tenderit ka deklaruar se vetëm nënkontraktori I përzgjedhur mund t'i riparonte vagonët. Në pak sekonda, një grumbull të pavërtetash, hipokrizish, por edhe material të vlefshëm për prokurorin për tenderin 423.000 eurosh. Me një arrogancë në kulm, Rizvanovi po thot se shteti I Kosovës, pak muaj pas sulmit terrorist në Banjsk, ku vra një polic dhe u cënua rendi kushtetues, nuk pas ka pasur mundësi e as të drejtë të anuloj një tender ku punkryesi dhe përfituesi kryesorës Serbia dhe kompanitë saj. Si ka mundur shteti me kaq lehtësi 5 muaj pasi terroristët nga Serbia hynë në Kosovë me kamioneta me armatim, t'ja besoj riparimin e 5 vagonëve pronë në shtetit dhe në shërbim të qytetarëve një kompanie në Serbi. Në shtetin që 27 vjet më parë edhe me vagona treni dhe boj gati 1 milion qytetarë. A është interesuar qeveria ndonjëherë të pyesë dhe hulumtoj nëse kompania serbe Shinvoz I ka kryer punë në shërbime ushtrisë së Serbisë? Është absurde të dëgjosh një ministër e deputete që nuk e dit ka dhe çuditërisht as nuk I ka hulumtuar se kush tjetër në rajon, jo vetëm Serbia, riparon vagon. E gazin amerikan me shumë zell e refuzon dhe paraqitet sikur ka shumë njohuri se nga vjenaj, sa kushton, është I levërdishëm dhe kush qëndron prapa tij. Çesharake është kur Rizvanovi flet për pavarësi institucionale, kur ajo me kënaqësi ndërhynte në procedurat e punësimit të kryeshefit në Iber Lëpens. Në fakt është krejt e qartë se ky proces riparimi nuk ka kaluar nga naiviteti, as nga pamundësia e procedurave apo për shkak të respektimit të ligjeve. Trenkos dhe qeveria e kanë ditur qysh në fillim se riparimi do të ndodhte në Serbi. Dhe kjo do të bëhej kundërlehtëshëm. Në ligjin për prokurimin, në rregulloren për prokurimin publik, në njoftimin për hapjen e tenderit për riparim me 15 shkurt 2024 dhe në kontratën mes Trenkos dhe kompanisë Profitek, një nga kriteret e detyrueshme është që ofertuesi duhet të deklarojë nënkontraktorin, punët që do të kryejë ai dhe vendin e punëtorisë. Madje në kontratën mes Trenkos dhe Profitek shkruan se çdo nënkontraktim duhet të aprovohet nga autoriteti kontraktues, në këtë rast ndërmarrja Trenkos. Nëse kompania fituese e tenderit, Profitek SHPK, e ka deklaruar si nënkontraktues kompaninë Shinvoz nga Zrenjanini I Serbisë në momentin e aplikimit, autoritetet kosovare e kanë ditur dhe aprovuar riparimin në Serbi dhe përkundër situatës së asaj kohe, patërpsisht nuk kanë vepruar por e kanë miratuar prapa syve të publikut. Por këtu duket gjërat se kanë shkuar ndryshe dhe kundërlehtëshëm në disa drejtime. Në kontratën mes Trenkos dhe Profitek nuk figuron askund nënkontraktori. Shinvoz nga Zrenjanini donë se ka qenë kriteri detyrueshëm. Në rregulloren për prokurimin publik është ndaluar nënkontraktimi gjatë ekzekutimit të kontratës. Nëse kompania fituese nënkontraktorin nuk e ka deklaruar, por e ka siguruar tek pas tenderit, si u lejua kjo? Nga deklarimet e ministres del se punëkryesi I gati 100% të punëve ka qenë Shinvoz në Serbi. Vëmendje këtu sepse kjo është e jashtëligjshme. Rregullorja e prokurimit specifikon qartë se nënkontraktori nuk bën të tejkaloj 40% të vlerës së kontratës, punëve dhe mjeteve financiare. Kur krejt kjo ngjarje po zhvillohej prapa perdeve, qeveria po ja besonte vagonat Serbisë, po e pagunte për shërbimin, në publik shpërndashin retorika populliste, duke I kërkuar perëndimit sanksionimin e Serbisë. Në krejt këtë grumbull gënjeshtrash e hipokrizish janë disa të vërtetat e pamohueshme. Shteti e dinte dhe aprovoi riparimin në Serbi 5 muaj pas agresionit brutal në veri, dhe këtë bëri me metoda e procedura të jashtëligjshme. Nëse më rëndësishme për këtë pushtet ka qenë riparimi, gjyrosja e disa vagonëve, se sa diniteti shtetëror, sot është domosdoshme dhe e diniteshme që krejt këtë proces ta hetoj e ta riparoj prokuroria, nëse është pavarur natyrisht.